Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sot në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Një tjetër mik, kësaj here një artist i njohur shqiptar, na ka bërë për vete me një koncert të jashtëzakonshëm dhe me tingujt e tij që na ka dhuruar, po kaq e këndshme jam e bindur që do të jetë edhe biseda që do të zhvillojmë në studio. Mbrëmja e së shtunës ka qenë një mbrëmje e mbushur plot emocion për ne si spektatorë që e kemi shijuar e që kemi dashur të mos përfundonte ajo mbrëmje që na ka sjell Xhimi Lazri në Korçë. Kadencat nga Mesdheu. Xhimi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që na ke sjell Kadenca nga Mesdheu, na ke sjell një mbrëmje të bukur, të paharrueshme, plot emocion, me një muzikalitet që gjithkush, edhe sikur të mos e kishte dëgjuar asnjëherë ato këngë, do t'i shijonte a thua se do ishin pjesë e dëgjuesit. Të paktën personalisht i kam shijuar të gjitha, sidomos fakti që kishe bërë një gëshetim shumë të bukur në pothuajse një pjesë të madhe të gjuhëve të botës. Të përgëzoj shumë. Faleminderit, tani do të them jo thjesht për të kthyer përgëzimin, për mirësjellje, por cili do artist me atë publik, aq të vëmendshëm dhe aq të ndjeshëm, edhe sikur të mos kishte muzikalitet, muzikaliteti do t'i vinte. Nga ajo pritje, nga ajo vëmendje dhe nga ai publik aq i kualifikuar. Në fakt edhe mjedisi ishte totalisht i përshtatshëm për atë lloj koncerti, ashtu sikur se e thatë edhe audienca shumë e përzgjedhur. Xhimi, ky besoj nuk ishte koncerti i parë me Kadencat nga Mesdheu. Jo. Korça i sati qytet ka qenë që ju e keni çuar këtë koncert? Ky koncert unë e kam dhënë para disa muajsh në Tiranë, e nisa thjesht si një projekt timin, si një eksperiment për ta provuar. Pastaj Korça është replika e parë, kam disa të tjera tani që vinë gjatë verës. Por duhet thënë që nuk është në konkretisht synon në një buqet këngësh nga disa vendet Mesdheut ose qytetet të Mesdheut, më saktë si mund të themi, ku unë jam përpjekur të përcjell ndjesi, përjetime, emocione nëpërmjet këngëve dhe duke qenë që bëhet fjalë për gjuhë të ndryshme, gjuhë të largëta, atje ka patur edhe këngë në arabisht, në gjuhën izraelite, në hebraisht, në dialekt të rënd napoletan, dhe ka qenë nevojshme një introduksion, një hyrje nga Naime për t'i shpjeguar publikut kontekstin e këngës, për çfarë bëhet fjalë, dhe për më tepër edhe për t'u futur së bashku, për të ndier disa qasje të këtyre popive, të këtyre vendeve që ata kanë për jetën. Dhe si që theksova, jo për gjëra të mëdhaja të jetës, për drama të forta, për konflikte kombëtare, për heronj të mëdhenj, por për atë jetën me jetë të vogël, si që quaj unë, dashuria, malli, koha që kalon. Kjo ka qenë, si themu, zgjedhja e përmbajtjes së këngëve. Dhe përveç saj kisha edhe dy krijime të mijat, një romans, të shkruar shumë vite më përpara, në fillim fare, kur isha para se të bësha student kompozicioni, edhe ka qenë biles me vargjet Lazgush Poradecit, që aq më tepër në Korçë pastaj këtu që është e njëjta trevë. Themi tingëllon, kjo nuk ishte Mesdhe, kjo ishte Mali me Dëbor, dhe një tjetër, një vals i imi, që është i krimi i kove të fundit, i vitit fundit. Dhe në tërsi, kjo që doja të thoja, ishte që këto, unë i quajta Kadenca nga Mesdheu, sepse është një termin më duket pak i pakuptueshëm kështu në fillim, por përfshin dhe kadencat që është ritmi i poezisë, por përfshin dhe është një term muzikor që janë kadencat muzikore. Kjo ka qenë pak a shumë. Mirë, për gjithë publikun që do ta shijojnë në ekranin e Radio Televizionit ton, po për gjithë ata që po ndjekin sot miq në RTS, do të ndjekim një kolazh me këngët e asaj mbrëmje, e do të rikthehemi me artistin ton, me Xhimi Lazri. Io non capisco del succede
Gjimi, pse u përqendrove tek Mesdheut? Çfarë e bën muzikën e Mesdheut kaq të veçantë? Është pyetje me shumë vend. Patjetër, muzika e Mesdheut ne bëjmë një pjesë e mirë e Shqipërisë tona, do të thënë gjithë kjo pjesa perëndimore i përket pellgut mesdhetar, janë njerëz me temperament mesdhetar, ose atë që mendohet që quhet që është temperament mesdhetar. Por ka shumë kohë, sidomos kur kam qenë në vende të largëta, unë kam jetuar, kam punuar rreth 2 vjet në Rusi, dhe që atëre fillova të vija nga Italia dhe të kuptoja ku është ndryshimi në temperamentin, në qasjet që kanë këta njerëz ndaj jetës, dhe ose edhe brenda Shqipërisë, atëre unë shikoj dhe kam filluar të kuptoj që është kjo përmasa mesdhetare, njerëzore, shpirtërore ndoshta. Vendet mesdhetare kanë një dukuri që zhdramatizojnë, po t'i vësh re që edhe si them ngjarjet situata dramatike tentojnë gjithmonë t'i kalojnë, t'i zbutin me një humor, por kam pasaj edhe këtë pjesën teatrale, që është diçka që mund të jetë tepër e thjesht, pastaj e bëjnë me epike. Kanë edhe një përmas teatraliteti të tyre. Popujt e Mesdheut janë popujt që kanë pasur këmbime të shumta, prisi kanë qenë kryesisht qytete porte, edhe këmbimet e shumta... Dhe për shkak të pozicionit gjeografik, shumë të favorshëm e një tjetri. Dhe krijojnë, ka këmbime të shumta, këmbime tregtare, janë pleksur pastaj edhe me njëri tjetrin, edhe racat, edhe nëpërmjet martesave, edhe të gjithë shkaje. Por kjo është një dukuri që jo vetëm për Mesdheun, por le të marrim edhe Korçën, për shembull që Korça gjeografikisht nuk është një qytet mesdhetar, sepse nuk ka dalje në pellgun e Mesdheut, por era e Mesdheut Korçës i fryn e ka shumë afër, sepse vjen nga Selaniku, duke qenë këmbyer, pra nuk është tipikisht mesdhetar, por si themi ndikimi i Mesdheut është tepër i afër. Është i pranishëm. Mirë, unë të ftoj tani të ndjekësh në ekran një video, edhe do të themi për të folur pastaj. E ndjen se si koha na ikën për dorë, minut pas minute e orë pas ore, dhe javët dhe vitet për fare largohen, në humbëtir fundosen. E koha sjell befas një matës të ri, ilaçe me kokra mbështjell në kuti. Besoj kanë mbetur të mira me grusht, po diçe veçantë nga jeta u zhduk. Ne rendim, në vend në murojmë. E të ndalesa më shumë vonojmë, sa frik nga e keqja. Na tremp dhe ndalimi, më fort mbi të gjitha na tremp udhëtimi. E mendje në vrasim të gjejmë një dalje, që kohë e fëmiris të na ringjallet. Të gjitha i shihnim, të gjitha i dinim, se sfidës në jetë për herë do t'ja dilnim. Ç'na u tret fëmini, rini e burni. Nuk ka as dëshira për vitin e ri. Sërish për çudi e fare së koti, stolisim në bredhim, ashtu si që moti, që vatrën e dashur të bukur ta shohim, që shpirtin me frymë magjike ta ngrohim. Nga fundi i vitit, na mbeti edhe pak. I riu na erdhi, që ndron mu në prak, pas xhamit u fani fryn si i mar. Ah, dua e qoftë për të gjithë i mbar.
Ishte një poezi dhe në sfond ishte nëna jote Drita Harito Lazri. Me shumë kënaqësi, më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë përkthimi i saj nga rusishtja. Po, nëna ime ka qenë këtë poezi na e dhuroi për vitin e ri dhe edhe fotoja është pak para se të fillonim darkën e vitit të ri. Ka qenë tërë jetën pedagoge e gjuhës ruse në fakultet, ka studiuar, para pak vitesh botoi edhe një antologji me poet rus të shekullit të 20, në këta që fillonim, se ka qenë e panjohur poezia ruse, këtu ne kemi pa të mbyllur me Majakovskin, por edhe tani akoma, dhe edhe pak mua e bën 94 vjeç. Ju urojmë jetë të gjatë edhe mundje të kthjellët. Faleminderit Biles, edhe dje që do nisesha për këtu, më tha prit se kam përkthyer një poezi të re, akoma atje në kompjuter, hajde të lutem më rregullo pak ato gjërat. Është ai shpirti i fortë edhe aktiv që deri na mund të ketë shumë probleme tani, sigurisht mosha të moshës, më probleme në lëvizshmëri, por ama është forca shpirtërore e bën që akoma të përkthej, të lexoj, të ndjeki. Gjimi, kur shikon moshën e saj, pasionin e saj, të palëkundër për përkthimin, është një lloj motivimi për ty? Është një model shprese. Një model shprese që me forcën shpirtërore mund të arrish në çdo fazë të jetës, të jesh aktiv, të gjesh motiv për të punuar, për të qenë aktiv, edhe për të qenë i lidhur dhe në koneksion të vazhdueshëm me shoqërinë. Pastaj, nëna ime, megjithëse jemi atje, nuk e ka vetëm në këtë raport, edhe vetëm me përkthimin, me punën. Ajo e ka edhe me marrëdhëniet me njerëzit. Për shembull, emaili i saj dhe WhatsApp i saj ka më shumë aktivitet dhe trafik se sa imi, po ju betohem. Kur shikon, ati në WhatsApp mund të ketë, ne kemi ato normalet. Është pa fund që në fundit me nduat, thua është një grua në këtë moshë dhe do të që dhe shumë miqë të saj dhe më tani janë ndarë nga jeta. Ne e përshëndesim dhe e falenderojmë për vargjet e bukura që ajo përkthen nga letërsia ruse. Është një mundësi shumë e mirë për të gjithë brezin e sotëm për të njohur këtë letërsi të pakrahasueshme, do ta quaja unë. Do të shohim tani një foto tjetër në ekran, në grupin e dytë. Gjimi, marrëdhënia jote me pianon. Me pianon dhe me muzikën, po themi atëre muzika tani më për mua nuk është thjesht profesion, unë kam studiuar shumë për muzikë, kam mbaruar edhe këtu konservatorin, edhe jam specializuar edhe në Itali, dhe pavarësisht se herë... Ju keni përfunduar studimet për kompozicion? Për kompozicion, këtu. Pasaj dhe jam specializuar në Itali. Ndërkohë, unë, dhe do të shofim edhe më vonë, unë praktikisht kam 2 profesione, jam përkthys, edhe i letrave, edhe muzika kompozicioni, më pak, ndoshta këndoj më tepër. Dhe atëre kjo nuk më quhet mënyrë ekzistence, mënyrë jetese, sepse nuk është më thjesht profesion, nuk është më hobi, por është një mënyrë të jetuar. Do të thënë, muzika është e pranishme në një mënyrë të jetuarit të cilës ti kushton shumë kujdes, shumë vëmendje përpara se sa të dalësh para një audience. Patjetër është jo vetëm kërkesë profesionale, por është e pamundur, ajo kërkon një angazhim ditor, disa orësh për pjesët e reja, për gjithsesi edhe për teknikën pianistike, vokale, krijimin është e lodhshme dhe kërkon sakrificë. Dashuria për këtë instrument ka filluar që nga familja, apo është ushqyer me profesionistët e vërtet me cilët ti ke punuar në kuptimin ke mësuar, kanë qenë mentorë të tu? Piknisja është gjithmonë familja, sepse kjo fillohet rreth moshës 6 vjeçare, dhe natyrisht dhe prindrit e mi, unë nuk jam nga një familje muzikantësh. Po, dhe prindrit, si gjithë prindrit e sot që
përpiqen t'i kuptojnë fëmijët, ta shpjen diku në muzikë, diku në një sport, në pikturë, në një diçka për të kuptuar edhe ku kanë prirje dhe talente. Dhe shumë fëmijë fillojnë, por edhe lënë pastaj gjatë rrugës, jo thjesht sepse mund mos kenë talent, por edhe mërziten. Nuk kanë vullnetin rezistencë. Kërkojnë durim, vullnet. Kërkojnë durim. Edhe këtu në këtë duhet të them që është marrë më tepër se sa nëna është marrë babai im, me një durim që unë nuk e kuptoj, se fëmia çdo 3 javë do ta lë dhe do iki, po mirë, po ja shikojmë atë qetësinë, ta shikojmë edhe një herë, po edhe atje. Dhe faktikisht bëra pastaj pedagogët, mësuesit, shkollat, ajo është pjesë e formimit, e seriozitetit, po ajo fillon në fazën kur kthehet në profesion. Muzika dhe gjithçka. Ndërkohë që të është dashur ta perfeksionosh pikërisht të profesion në Itali. Çfarë ke gjetur aty që të mungonte ose ishte një pjesë plotësuese që nuk e kishe mundur ta gjeje dot në Shqipëri? Shko, në Shqipëri unë dhe të gjithë në muzikantës të asaj kohe kemi patur fatin që të kemi pedagog shumë serios, tepër të kualifikuar, kemi patur emrat më të mëdhenj të muzikës son, të cilët vinin drejt për drejt nga konservatori i Moskës dhe kërkesat e shkollës kanë qenë shumë të forta, shumë serioze. Por shkolla jo në asaj kohë kishte një kufizim të vogël që ishte në studionim deri muzikën deri tek muzika romantike ose post-romantike. Pastaj këtë pjesën e muzikës së shekullit të 20 neve nuk e njihnim si themi e dinjonim deri diku, por në mënyrë edhe më sporadike dhe jo të strukturuar. Këtu ishte që unë mësova në disa teknika, do më thënë atje me pedagogët italian, disa gjëra më tepër për ta plotësuar. Tani më një nevojë e tillë nuk është, sepse edhe shkolla jonë, këtu në konservator, Akademia e Arteve i plotëson më së miri këto, edhe këtë aspekt. Është përpjekur Xhim Lazri të jetë mentori i një artisti të ri? Jo. Ende jo. Jo ende, sepse duhet pohoj dhe diçka tjetër. Unë marrëdhëniet me muzikën i kam pasur edhe me shkëputje të mëdha. Do me thënë edhe koncerti i djeshëm janë, si mund të themi, sforco që unë bëj për ta mbajtur, sepse është e vështirë, ka pasur, do të thënë, vite tëra që unë edhe nuk jam marrë fare me muzikë që e kam lënë. Si të themi është, nuk i kam qëndruar gjithmonë besnik, shpesher për mëkatet e mia, por edhe shpesher edhe për rrethanat e jetës që vijnë të tilla që duhet përshtatesh, duhet të gjesh edhe rrugë të tjera, burime të tjera. Xhimi, mbrëmja e së shtunës, unë mund ta vendosja vetë si shijuese e muzikës edhe në një bar, në një lokal, në një mbrëmje. E praktikon këtë pjesën duke patur parasysh pikërisht atë që thamë, njeriu ka nevojë në jetën e tij t'i kthej pasionet e tij në profesione edhe për të jetuar, për të bërë një jetë të mirë edhe të shëndetshme. A e ke vendosur ta bësh një gjë të tillë, pra ta ndash këtë muzikë në fund të fundit edhe me audiencë që nuk e kuptojnë muzikën? Unë kam rreth të paktën në Shqipëri rreth 25 vjet që jam i pranishëm në jetën e muzikës live të Tiranës, ku pak a shumë i kam provuar disa lloj formatesh. Domethënë edhe formatin e piano barit, që këndohet me një piano dhe është një repertor i caktuar, edhe atë të një lokali, si po themi të një taverne, ku ka një tjetër repertor që kërkohet edhe një muzikë më ballkanike, që arrin, vjen edhe në një që preket, si po themi fshiket edhe muzika popullore, sepse unë nuk jam këngëtar popullor. Ndërsa përsa i përket koncertit të djeshëm, ati lloj repertori, ai kërkon koncert, është koncert salloni. Domethënë edhe prandaj edhe e them edhe në poster. Është koncert salloni,
ai nuk kërkon sallë të madhe, kërkon një publik të kufizuar, por tepër të vëmendshëm, dhe që të mos jetë tepër i gjatë, sepse koncentrimi dhe përqendrimi që kërkohet për atë është tepër i madh. Ai nuk mund të bëhet dot në një bar. Në një bar. Sepse në bar gjithsesi do ketë një trokitje gotash, një lëvizje kamarieri, një bisedë është e pashmangshme. Ai kërkon përqendrimin. Një orë, prandaj edhe nuk është tepër i gjatë, sepse atje kërkon përqendrimin maksimal. Pastaj me repertor tjetër, me këngë të tjera, atëre po mund bëhet në bar, madje mund bëhet edhe në tavernë. Megjithatë edhe kjo të kërkon shumë impenjim. Të përditshëm. Të përditshëm. Të përditshëm, të kërkon impenjim. Kërkon në krah miq, kolegë që të përkrajnë, me cilët mbase mund ta ndash një mbrëmje. Shiko, me miq me kolegët, qenia artistike është gjithmonë edhe një qenie komunitare. Duke qëndruar me komunitetin e muzikantëve, patjetër dëgjon, mëson, të këshillojnë, por jo vetëm muzikantët, edhe njerëzit. Ja, unë kam marrë sot disa tani përdoret kjo fjala feedback, po themi disa përshtypje dhe opinione. Patjetër edhe përveç përgëzimeve edhe disa pika kritike që janë tepër të nevojshme për mua sepse e shikon me syrin e publikut. Ka shumë një moment këtu atje, si për shembull njëri dikush më tha, e mirash të mos ngrihesh ata bësh, po të flasësh direkt nga pianoa. Dhe janë dy njerëz ma kanë thënë, një këtu në Korçë dhe dikush në Tiranë. Kështu që tani jam duke shikuar seriozisht për shembull, sepse krijon një bark, do të thënë mund të krijoj pak ulje të ritmit, për shembull. Tani janë shumë të nevojshme këto. Janë shumë të nevojshme. Pak e vështirë për të përzgjedhur, po do doja të komentoja. Këtu jam, po, është, para është një kolegja ime që është përkthyese, por është edhe kineaste, realizuese dokumentarësh, Ornella Islami, dhe tjetra pastaj është tepër e njohura Shqipe Zani. Shqipe Zani, artiste e madhe. Shqipen, me Shqipen këtu kam një episod. Unë isha atëre student në Akademinë e Arteve, që 21 vjeç, s'kisha mbaruar në vit 3, dhe shkrova një romancë enkas për Shqipen për konkursin e romancave. Dhe mbaj mend, ishte romancë, më thonin ishte kështu si thyerje, dilte nga rregullat sepse kishte shumë melos popullor, por kishte edhe një ritëm, ndryshonte nga kjo romanca tipike, romantike, klasike, lirike. Dhe mbaj mend, kemi marrë dhe çmimin të dytë, pastaj me Shqipen, që unë ishte hera e parë që dilja dhe në publik, që luaja në piano, atëre, dhe shoqëroja Shqipen, dhe kur mbaroj pjesa, unë bëra një përshëndetje dhe ika, dhe ndërkohë Shqipja mbeti me dorën kështu që thoshte nga mua, nga autori, nga pianisi, dhe ndërkohë më vjen ai inspektori i skenës ose ku isha ngjitur shpejt për zbricë, po vazhdoi njerëzit po duar trokasin, edhe Shqipja vazhdon e këndon vazhdimisht atë romancë u a jep edhe studentëve, edhe këtu më pëlqen, sepse them ja ka një vazhdimsi, nga diçka që është një Si janë në përgjithësi marrëdhëniet e tua me artistët e tjerë? Ka një lloj ndjehet, një lloj konkurrence mes artistëve në tregun shqiptar që nuk është një treg. Shiko, treg i madh, po të duhet si shijues i mirë i muzikës të përzgjedhësh. Konkurrencë edhe mund të ketë, por unë po them, nuk është angazhimi im kryesor, po të themi muzika. Do më thënë, unë bëj atë pjesënime dhe formatet e mia, programet e mia, repertori im është krejtësisht i veçantë. Do më thënë, unë nuk jam në atë pjesën e madhe, që atë muzike që dëgjon në çdo pub, në çdo klub, në çdo tavernë. Unë gjithmonë kam atë veçorinë time dhe si thua jam në këtë. Domosdoshmërisht unë nuk hyj në kompeticion edhe në konkurrencë. Edhe unë kam është publiku im, ata janë njerëzit e mi. Ai që vjen tek unë dhe kështu që nuk është çështje gare dhe çështje kompeticioni. Pastaj me të gjithë kam me ata që njoh edhe që bëj parë shumë të mira, shumë të dashura, shumë disa i kam kolegë të vjetër, disa janë të rinj që i kam njohur tani. Admirues të muzikës që mund bëjnë edhe
disa orë rrugë për të ardhur për të dëgjuar, siç ndodhi mbrëmjen e së shtunës. Ashtu sikurse me shumë vëmendje edhe njerëz të familjes. Po? Po, ja të shohim një foto tani? Është vllai. Kjo është vllai, Martini, po, i cili e ka shijuar mbrëmjen e të shtunës. Martini ka shijuar, po Martini është vllai i madh, do të kuptohet. Edhe këta vëllezërit e mëdhenj, atë rolin e tyre e bën gjatë gjithë jetës. Si do që të jetë. Por është më ndjek shumë, edhe është edhe një kritik tepër i fortë. Dhe pak e vështirë për ta bindur për të folur, sepse ju ndanin arti dhe... Ai është inxhinier si profesion edhe pastaj në administrat, por Martini ka diçka në këtë... Atë që ta thot, më dhe duket patur si vlla dhe pa menduar shumë se si është artisti, i ka të drejta shpeshherë ato gjërat e tjera, por mua shpesh nuk më pëlqejnë dhe bisedat mbyllen, më lërë se sua ta dëgjoj. E di vetë shumë mirë, unë vetë i di i pari ato gjëra që po më thua. Kjo është mbesa ime. Kjo është mbesa ime, Marina Lazri, vajza e vllait tim, kur ka para 2 vjetësh, pak a shumë është momenti i saj i përfundimit të PhD-s në Holland për politikat e migratore. Ajo ka studuar në Holland edhe tani atje punon, është asistente shkencore në këtë degën e saj. Gjatë asaj mbrëmje ke përmendur një kompozitor si më të preferuarin, që është Limos Dizdari, po nuk e di, ka kompozitor shqiptar të cilët tërheqin shpeshherë ulesh në piano vetëm për të rikujtuar pjesë të tyre. Patjetër. Shko, Limos Dizdari e përmenda sepse e kisha përfshirë në program, do me thënë kisha rishikuar nga të tjerat. Unë janë të shumë të kompozitorët shqiptarë që i pëlqej, si përsa i përket muzikës së kultivuar, që këtu po humbet edhe po harrohet, që janë koncertet për piano, për violinë, orkestër, simfonit, edhe vazhdimisht shkoj dhe i dëgjoj, po ashtu edhe kompozitorët e këngëve. Një nga kompozitorët e këngëve që më pëlqen është Piro Çako, që e kam edhe mik, kemi studiuar bashk, dhe shumë nga këngët e Piros është interesante, unë e kam vështirë të fus këngë, këtu flas për live-in, jo për koncertet, të përfshi këngët të sotme në repertor, por shumë nga këngët e Piros unë i përfshi janë afër me shijet e mia, po ashtu janë edhe tekstet e Piros, ose ato që zgjedh Pirua nga poetë të tjerë, hynë në rezonancë me shijet e mia edhe me mentalitetin tim muzikore dhe artistik. Megjithatë, një pjesë të mirë të përditshme tënde e zë përkthimi. Një proces i cili kërkon impenjim dhe sidomos në kohën e sotme kur sigurisht duke respektuar të gjithë ndërmarrin iniciativa për të përkthyer nga gjuhë të ndryshme. Xhimi, ju jeni njohës i disa gjuhëve tuaja dhe keni guxuar të përktheni dhe keni përkthyer me shumë sukses libra të cilat një pjesë të cilave ne do t'i ndjekim në ekran edhe do të komentojmë edhe punën që ju bëni. Unë kam patur fatin për disa vitesh të ndjek panajirën e librit edhe të ndjek në fakt edhe në këndet veçanta të shtëpive botuese që edhe ju keni bashkëpunuar biseda me përkthyes të rinj e të vjetër duke ndarë mendime për këtë proces që është sa delikat, po aq i lodhshëm po edhe i bukur për lexuesin. Do ndjekim tani disa foto? Po. Romani Rus ky ka dalë vjeshtën e kaluar. Kam bërë për shtëpinë botuese Dituria, është Alessandro Barbero, ky është historian, tepër i njohur në Itali, por ky është profesor, pedagog në universitetet ndryshme italiane, por ky bën një mision tepër të dobishëm. Ky është, si themi, historian divulgativ. Ky bën konferenca ku flet për epoka historike, për tema historike të caktuara në konferenca, po në mënyrë që mund ta ndjeki edhe një publik
sigurisht një publik i përgatitur, por jo historianësh profesionist. Dhe ky libër, nëse mund të flas shkurtimisht, Roman Rus, trajton atë periudhën, është edhe historik, edhe fiction, të periudhës së Gorbaçovit. Dhe këtu merr një vlerë shumë të madhe për lexuesin shqiptar për të shikuar ato ndryshimet, dhe çfarë kemi patur të përbashkët dhe çfarë kemi patur të ndryshme ne në periudhën e tranzicionit ton me atë të Gorbaçovit, të Rusisë. E përkthyer nga italishtja, sepse autori është italian, po, Alessandro Barbero, po. Do të vazhdojmë do të flasim për romane të tjera. Vera Paralut, Helen Simonson. Ky unë ndoshta them është nga librat më është letërsi e mirë, impenjativ patjetër. Është është tipika i rrëfimi britanik. Britanikët kanë shkollë në rrëfim. Ka një rrëfim të qetë që fillojnë me gjëra të përditshme, fare të thjeshta, me detaje, saqë ndonjëherë duken dhe mediokre. Por pasi ti kupton që ato kanë një vlerë dhe kanë një peshë në dinamikën e mëvonshme të ngjarjeve. E mëvonshme të ngjarjeve. Ai fillon me një grup të rinj para luftës parë botërore, anglez, më kështu mendje lehtë të gëzuar, por pastaj kur fillon lufta, shikon se çfarë kthesash dramatike marrin fatet e tyre dhe shikon që këta të rinj nga djem e vajza të përcipt, domethënë lufta i shndërron i pjek shumë përpara kohe, edhe i burron dhe i vë përballë provash të pabesueshme. Hakmarja, Tom Bauer, është një për këtë gruan e këtij princit Henrit, po. Është, le të themi, Meghan Markle. Një lloj konflikti dukshëm. Konflikti dukshëm. Në fakt në familjen mbretërore angleze, edhe jo vetëm libra, po duket që edhe dokumentarët po tërheqin vëmendje kohët e fundit të kësaj familje. Interesante. Kjo është një kaliforniane, tipike, e shkolluar, punëtore, ambicioze, e prirur biznes orientit për të bërë biznes, por asnjë nga këto cilësi familjes mbretërore nuk i interesonte. Familjes mbretërore intereson gjëra krejt të tjera, se sa ti je punëtore shumë, nuk ka rëndësi shumë në familje. Ka vendosur edhe të largohet pikërisht për këtë arsye, të heqë dorë pikërisht nga pozicionet mbretërore. Njemi me shtëpinë Buzliqenit. Shtëpia Buzliqenit, Kate Morton është ato shumë e madhe, kam përkryer edhe një libër tjetër, po për shtëpinë botuese Living, Bia e Ërndrejësit. Është këto quhen thriller, por thrilleri këtu është thjesht një artific për të tërhequr lexuesin. Këtu shikon deri ku çfarë force të madhe ka dashuria. Po dashuria, por edhe dashuria për njerëzit e afërt, edhe për vëllezërit, për fëmijët dhe sakrificat që janë, domethënë, gruaja, domethënë sa shumë ditë të heshtë dhe sa është në gjendje të sakrifikojë një grua. Nuk them sakrificat të mëdha, por në jetën e përditshme për të ruajtur ekuilibra dhe për të mbajtur për fëmijët, për bashkëshortit, për vëllezërit. Është një roman i mirë dashurie. Të drejtët, Jan Broker, ky është një autor hollandez. Nuk kam përgjithësuar. Deri tani kemi mundur të shohim romanet përkthyer nga italishtja dhe nga anglishtja. Po ky për shembull është përkthyer nga italishtja, nga italishtja, sepse ashtu na e dhanë, është autori hollandez, Botusi. Është një histori e madhe e humanizmi, ku konsulli hollandez dhe konsulli japonez në Lituani, në vitet 40, arrin të shpëtojnë me viza, duke sajuar viza për hebrejnë dhe mendojnë që kanë shpëtuar më shumë se 10.000 hebrej me gjithë peripetësit e tyre duke kaluar sepse ata kishin qenë një vit të pushtuar nga Bashkimi Sovjetik, pastaj erdhi pushtimi nazist, dhe si arritën t'i çonin nëpërmjet Shangajit edhe Japonisë ti shpërndanin nëpër botë.
Donato Carrisi, po, ky është një thriller, është një trilogji. Është, domethënë, këta mjekët nëpërmjet hipnozës, këta arrin të nxjerrin, të bëjnë të rrëfejnë tek fëmijët, në këtë rast, sepse është mjek psikiatër për fëmijë, të nxjerrin nga fëmijët kur kanë patur ngjarje trondice, të cilat ata i kanë futur brenda vetes, të arrin të nxjerrin nëpërmjet. Po, vjen një moment që i ndihmojnë ata për të mos i mbajtur më brenda tyre, pavarësisht kohës në cilën kanë ndodhur. Po, edhe madje i përdorin edhe në për kështu, edhe në për gjykata, shpeshe në për gjyqje. Janë një mënyrë për nxjerrë diçka? Për të nxjerrë pjesës vërtetës, por ka edhe kurthe, sepse shpesher fëmijët kur rrëfen ngjarje, fëmijët edhe fantazojnë, edhe krijojnë. Dhe atë diel për shembull ai vetëm sepse kishte marrë inat prindrit për një që si pëlqente ajo zemra që i jepnin, pasta që i jepnin mbas dite, ai sa jo një histori që kishte parë nëpër filma që këta mblidhen ke bodrumi, mami, babi, gjyshi aprifti edhe zhvishen lakuriq edhe bëjnë gjëra si ato që shohim nëpër filma, dhe pastaj nëpërmjet mjekut u arrit kuptoj që fëmia nuk po thoshte të vërtetën. Bia Ondresit që momente më parë, është një tjetër përkthim, nuk e di nëse kemi të tjera libra që unë kam mundur të përgjigjet, po janë shumë, po. Jean-Christophe Ruffin, ky është një shkrimtar francez, ka marrë çmimin Goncourt, 2 çmime Goncourt, është diplomat, është hartuesi i rezolutës që përcakton antisemitizmin për Kombet e Bashkuara, është mjek i angazhuar, shkrimtar tepër i njohur. Ky është një seri, ky quhet Fantazma nga Shqipëria. Ky është një thriller që unë e quaj thriller egzotik, në salës diplomatike e quaj. Është një seri, është një personazh, një diplomat francez që në vende të ndryshme, dhe në ato vende të ndryshme ndodh gjithmonë diçka, këtu në këtë rast ka ndodhur një vrasje në Francë, diku në kufirin ndërmjet Francës dhe Zvicrës, dhe vrasi është një shqiptar, edhe vjen këtu për të tuet, por dhe futet gjithë në këtë realitetin e hakmarrjes, se nëpërmjet këtyre kodeve të vjetra arrin. Është tepër i këndshëm edhe tepër interesant për të lexuar. Kemi dhe sugjerime titujsh? Pllaka ky është përkthyer po nga rusishtja, është një letërsi kështu po. Po, ky është nga rusishtja, tjetri i pashëm ishte nga frëngjishtja. Ky është po një novel më shumë, është për në këtë letërsinë kështu moderne me personazhe lunatik domethënë në kufi të problemeve mendore, për interesant. Se di nëse do të kemi të tjera foto? Po. Tu jemi me Enka se kam zgjedhur të foto, sepse ju keni pasur mundësi, pavarësisht se është një seri, të përktheni së bashku me një tjetër përkthyes që e kemi nga qyteti Korçës, edhe pedagog në Universitetin e Korçës, Eris Rusin, Djali i keq që unë dua. Kjo është libri të cili në fakt ju bashkëpunoni? Jo, tani po t'rregoj, është diçka. Unë kam përkthyer, më duket, një trilogji, nuk e di çfarë ka përkthyer Erisi këtu, po Erisi është redaktori im. Tu jemi duke prezantuar librin bashk, unë si përkthyes edhe Erisi si redaktor. Ju duhet ju shpesh të komunikoni me njëri tjetrin për... Po, komunikojmë, domethënë është praktika që redaktori mbaron atë redaktiv, ta dërgon me ato që mendon ai që duhet ndryshuar, që duhet bërë, edhe pastaj atje fillon diskutimi, por... Se duhet shpesh, Xhimi, që ti rikthehesh pas konkluzioneve të një redaktori? Ato i shikon dhe i diskuton me redaktorin, por me Erisin, si dhe me Korçarën në përgjithësi gjehet gjithmonë kollaj gjua. Dhe nuk e them se jam në Korçë, se kam që di në koncert që po flas për Korçarën se sa e lehtë është të bashkëpunosh, edhe sa të serioze edhe të përpikt janë, gjë që nuk ndodh shumë shpesh në vende të tjera, por kështu ka ndodhur edhe me këtë rast.
Mirë, me që se ke folur për Korçarët, tani të shojmë çfarë flasin Korçarët për ty. Ndje kemi një intervist? Sot ishte një artist në kuptimin e plot të fjalës, që arriti që ta mbush sallën me ato që janë zërat e mesdheut, kadencat e mesdheut, duke interpretuar me shpirtin e tij atë që është tharmi kulturor, artistik i vendeve përfaqësuese të Ballkanit, të Evropës edhe të botës. Xhimi Lazri arriti që të përcjellë atë që është një emocion me finesë artistike, duke ju dhënë jetë edhe shtektimit para nisjes së interpretimeve të tij, duke përfshirë të gjithë dëgjuesit në një botë e cila ishte brenda një kristali të mrekullueshëm ku të gjithë arrinin të perceptonin edhe notat më të lehta të pianos. Unë besoj që Korça ka nevojë për prezantime të kësaj natyre sepse arrin që t'i japin edhe ndjesinë e atij arti i cili ka nevojë të vlerësohet edhe të ketë vëmendjen e dashamirësve. Xhimi Lazri, përpos natyrës së vet artistike, është edhe një përkthyes i cili e ka lidhur shtektimin e tij me lexuesit duke sjell vepra nga autorë të rëndësishëm të letërsisë italiane. Një nga këta autor, Donato Carrisi, me Shtëpinë e Dritave, është përkthyer mjeshtërisht. Unë kam pasur fatin të bashkëpunoj të redaktoj këtë botim nga botimet Toena dhe ftoj lexuesit që të njohin edhe këta profesionale të Xhimi Lazrit, i cili arrin që të jap ata esencë të gjuhës shqipe që përcjellet mjeshtërisht nga ata që janë kultorë të fjalës artistike. Çfarë do t'i uroni Xhimit në të gjitha këto drejtime, edhe artistik, po natyrisht edhe si përkthyes? Xhimi Lazri sot tregoi që brenda shpirtit të tij shpërfaqet arti në plotësinë e vet, me muzikalitetin, me gjuhët, me atë që është edhe qasje artistike për të përcjellë edhe të zakonshmen me ato nuancat të jashtëzakonshmes. Unë Xhimit i uroj që të ketë atë vëmendje të merituar që artistët duhet ta kenë në vendin tonë. Po, Erisi, mirë që e thash përpara, se pastaj do thonin ti ishte një kthim me që tha gjithë këto fjalë të mira. Nuk e dija, do thënë këtu e dëgjova për herë të parë. E falenderoj Erisin edhe është vërtet siç e thash, është komode puna edhe që pastaj Erisi është edhe patjetër, Erisi është edhe intelektual i formuar shumë i thellë në disiplinat e tia, në sferat e tia. Nuk është vetëm thjesht një redaktor. Dhe përmendëm pam goxha tituj librash, në fakt ju përktheni pothuajse 4 gjuhë të botës? Rusisht, frëngjisht, italisht edhe anglisht? Po, jo si mbas kësaj radhe, po rusisht më pak, sepse ka edhe më pak nevojë për të përkthehet edhe më pak nga rusishtja në Shqipëri. Për shembull, unë librin të bëhesh vetvetja nuk e dija që ishte përkthyer nga ju. Po ku e gjetët? Edhe megjithëse mund të lexosh një libër, ndonjëherë nuk tregojmë të kujdesshëm të lexojmë përkthyesin. Po sugjeroj në fakt që nëse do jenë të gjitha librat me këtë nivel përkthimi është komod për një lexues të ketë librat e tu në dorë. Po më lejon të them dy fjalë, Jacques Attali është personalitet botror, francez, botror, ai ka qenë është filozof, shkrimtar, i ka bestseller, është shumë i pranishëm në mediat franceze, po flet për gjëra të mëdha në geopolitike, është bilet mbajt gati edhe kështu si parashikues, sepse analizat e tija janë të tilla që verifikohen, realizohen, është themeluesi i Bankës Botërore Europiane të Zhvillimit, dhe çudia më madhe e ka mësuar këtu kur e takova me rastin e prezantimit të librit, më tha, unë jam edhe dirigjent, bëj 50 koncerte në vit si dirigjent orkestre. Dhe kam parë pasaj në Tiranë, kur bëri dhe një koncert, që dëgjoj një simfoni Mendelssohn e tjera. Në them, mendjet e mëdhaja. Janë mbi 100 tituj librash që ju keni përkthyer? Mos edhe 120, si numërojmë. Është një punë e lodhshme, e bukur, e vështirë. Enkas ju lash të komentoni disa prej titujve të librave për të kuptuar që duhet futesh në një botë të tërë, po shpeshherë në botë të ndryshme, natë ruse, franceze, e kështu me radhë.
është puna jote e përditshme? Është puna ime e përditshme dhe jeton, më thënë, kur futesh sidomos, kur janë në libra të thellë. Po. Futen në atë botë, po në çdo moment, sepse ka edhe kontekste ndryshme, kode ndryshme, duhet të kontrollosh, jo, përveç fjalëve që është puna e fjalorit, të shprehjeve, por duhet të kontrollosh edhe në Wikipedia, të shikosh në enciklopedi, çfarë është kjo, çfarë është ky njeri, ky personazh, po kjo dukuri, por që tjetër. Të duhet ndonjëherë të ulëmtosh dhe për jetën e shkrimtarit, sa ndikon ajo deri diku? Po jeta e shkrimtarit ndoshta deri ndoshta jo jeta, po stili po stili, pastaj shiko stilin ti e kupton edhe vetë, sepse aty është e qartë, ajo është një përkthyes tani më atë e kupton, është modernist apo është klasik apo është eksperimental e të tjera, por ajo që është më tepër ta është që ti futesh në një botë konceptesh, në një botë shpirtërore, në një botë emocionale gjatë përkthimit të një libri, sa që shpeshherë, sidomos në faza të caktuara kur punon gjithë ditën se duhet ta dorëzosh, fillon shkëputesh dhe të duket kjo bota tjetër që ndodh, thua, po çfarë këto gjëra të po çfarë po më thon njerëzit mua kështu, sepse ja atje në ato gjëra që ndodhin në libër. Një përkthyes i cili përkthimin e ka një punë të përditshme edhe për të jetuar, e ka komoditetin për ta zgjedhur vetë veprën? Jo, kjo mund të jetë në ndonjë rast shumë të rrallë kur mund të sugjerosh një vepër, ne përgjithsisht përkthejmë ato që na sugjerojnë shtëpitë botuese, por tani fati, ndoshta fati edhe puna e madhe që, domethënë, kur ke 25 vjet që përkthehen përkthyes, domethënë edhe shtëpitë botuese e din çfarë të japin, kujt ja japin, edhe kush është e përshtatshme. Për shembull, këtë marrim të roman rus që më dha shtëpia botuese Dituria, ata e din që unë di rusishten, e din që unë njoh letërsinë, historinë, kulturën, artin rus, në një farë mënyrë, sepse dhe e ndjek rusin, vazhdoj e ndjek në mënyrë të veçantë, dhe për shembull ka qenë edhe fati që unë atë periudhë, ndoshta jo atë, po pak më përpara saj unë kam qenë në Moskë, ose biles, jo, më farë, unë kam qenë më pas në Moskë, sepse atje bëjmë fjalë në vitet 87-89, unë kam qenë 97-99, por mbas 10 vjetësh, realiteti është i njohur. Këto janë ato avantazhet që të sjell përvoja edhe koha e gjatë. Do të Gjim Lazrit si përkthyes, pse jo ndonjëherë edhe të mos e përfundoj një vepër deri në fund si përkthyeri? Jo, nuk më ka ndodhur asnjëherë. Pavarësisht nëse të ka pëlqyer apo jo subjekti. Absolutisht jo, domethënë, mund të kem që të jemi i nervozuar, të kem bërë, por këtu dhe as të vonoja fatin, sepse kjo është aqësja për profesionisti. Domethënë, nëse ti do punosh X orë në ditë atëherë për këtë vepër që s'të pëlqen dhe që nuk ecën, do punosh X plus 1 ose 2 orë më tepër. Por vepra për mua, unë do dorëzohet në afat. Mirë, dhe besoj edhe marrëdhëniet me shtëpitë botuese i ke po kaq korrekte. Po. Me disa shtëpi botuese, me emër, të themi, pavarësisht se Panajiri Librit na ofron ne me 10 shtëpi botuese që na ofrojnë, në fakt, ne si lexues libra, po në fakt në atë panajirin e madh, në atë zhurmën e madhe, ndihet dhe ti si lexues mund ta bësh dallimin. Me botuesin nuk je në kontakt të përditshëm ose të shpesht. Normalisht ai dërgohet vepra, ti e përkthen, çohet redaktorit të dërgojnë redaktimin dhe e shikon. Pastaj sigurisht janë këto rastet e promovimeve të librave ose kur vinë shkrimtarët e librave që ke përkthyer. Në gjithë këto vite pune dhe përkthim, je ndier ndonjëherë se duhet të vlerësohesh më shumë për punën që bën? Nuk flas vetëm thjesht për vlerësim monetar. Shiko, vlerësimi njerë në radhë të parë është sa të kërkojnë, sa të drejtohen për të kërkuar. Ky është vlerësimi i parë në çdo profesion.
dhe sidomos tu që është rast pas rasti, sepse nuk është një punë fikse, atëherë nëse shtëpitë botuese në mënyrë konstante dhe të vazhdueshme të kërkojnë që ti të përkthesh për ta, kjo do të thotë që ti je i vlerësuar. Pastaj, po të themi për duartrokitjet, ato janë në pjesën muzikore, se këtu nuk ka duartrokitje, por ndjen, për shembull, mua më bëhet qefi kur ndonjëherë nga lexues krejt të panjohur më vjen në Instagram ose në Facebook ndonjë, po kjo ndodh edhe më rrallë. Por vlerësime nga kritika. Po këtu nuk ka kritik tamam, nuk ka as kritik letrare, jo më që të ketë kritik dhe për kthyesit. Pastaj kjo pjesa e çmimeve, po pjesa e çmimeve në Shqipëri është ka dinamika krejt të tjera që nuk bëjnë, kështu që nuk është ai kriteri se sa ti duhet të ndihesh apo jo i vlerësuar. Vlerësimi është në qëndrimi që mbajnë botuesit ndaj teje. Sepse dhe botuesit e ndjejnë, kanë edhe ata receptorët e tyre të lexuesve edhe social, që din, domethënë atëherë, po, përkthimi im vlen. Jashtë botës së muzikës dhe përkthimit, ku e gjen veten Xhim Lazri? Për shembull, si është marrëdhënia jote me natyrën? Unë patjetër e kam marrëdhënien me natyrën, unë e dua natyrën, por e dua në mënyrë pasive. Do me thënë në kuptimi që nuk jam ai që futem që e vrojtoj së tepërmi, që arrit ta kuptoj. Unë thjesht e shijoj. Më edhe si një qasje pak dembele që unë kam ndaj asaj, po e dua. E dua patjetër. Përveç koncertit fundit Kadenca nga Mesdheu, cilat janë projektet e ardhshme të Xhim Lazrit? Ndoshta janë Kadencat nga Mesdheu Summer, do me thënë një version veror, ku ka më pak fjalë, ku do t'iqen, do me thënë disa këngë do t'iqen, ato që janë më dramatike, sepse vera është disi kështu, më fricante, është pak më mendjelet, them unë, në ati vera, dhe pastaj, do me thënë gjithmonë në këtë drejtim, por pastaj mund të ketë gjëra të tjera, mund të futet edhe në një instrument për ta bërë, po pak, do me thënë, një, dy, duhet shikoj, do me thënë, mendja është në lëvizje. Ndërsa në lidhje me përkthimin, a kemi në një libër në dorë? Po jam, po kam një, dy, do më thënë njërin që bën, njëri që pret, njëri që di që do më të ta marrë në shtator, edhe një që pasaj është më tepër, kështu që do më thënë, jam një vit po thuaj se i prenotuar për të përkthyer nga tani këtë një që kam nga frëngjishtja, një nga italishtja, ai tjetri pastaj duhet nga frëngjishtja, dhe më duket ai tjetri pastaj është nga anglishtja, domethënë. Pra, italisht, anglisht, frëngjisht. Po këto janë më shumë, rusisht pak ka, domethënë, ndonjë një në 5 vjet mund të ketë një libër nga rusishtja. Nga cila gjuhë të pëlqen të përkthesh më shumë? Nga kush libri më i bukur? Nuk ka rëndësi gjua. Jo, nuk ka rëndësi gjua. Ne të urojmë shumë suksese. Falenderoj për kohën që na kushtove, se sigurisht pas një koncerti që ka kërkuar sigurisht impenjim, të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese në punën tënde si përkthyes, po mbi të gjitha si muzikant, si artist. Atëre, edhe unë ju falenderoj juve, do më lejoni të them edhe 2 fjalë, sepse më duk se ndoshta në fillim janë të pamjaftueshme për Korçën. Unë e thash edhe dje në koncert, edhe s'ka gjë leta përsëris. Korça është një qytet që unë thuhet me traditë, po unë them është më shumë, tradita nuk mjafton. Korça është një qytet me ADN kulturore dhe artistike. E ka në kodin gjenetik, dhe e dyta, ajo që më ka bërë shumë përpjekje në Korçë, është që kur komunikon, të thonë gjithmonë, po, do t'a bëjmë. Kjo është një, di që unë nuk e gjen kollaj, edhe një herë falenderit Korçës që më dha mundësinë të realizoj koncertin këtu tek juve, edhe të gjithë publikut të Korçës. Artisti ju, Xhimi, janë gjithmonë të mirëpritur në qytetin tonë. Falenderit juve, falenderit dhe njëri juve dhe Korçës. Falenderit. Ishim në një bisedë në tjetër mik të radio televizionit të Korçës, artistin Xhim Lazri. Do të rishihemi sigurisht të martën e ardhshme me të tjerë të ftuar. Premier pas de la valse, toute seule tu souris.
passe, je suis seul et je t'aperçois. Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre loin. Paris qui bat la mesure, me murmure tout bas. Une valse à 3 temps qui sauve que le temps, suffit de détour du côté de l'amour comme c'est charmant. Une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant.